Gazetari Robert Papa në një intervistë për Euronews Albania deklaroi se Chris Lasivita, drejtuesi i fushatës së Partisë Demokratike dhe një nga figurat më të suksesshme në kampet republikane të SBA-s, njihet për strategjitë të agresive në reklamimin politik, jo për fjalimet. Ai përmendi rolin e Lasivitas në goditjen e imazhit të Kamala Harris dhe Rick Perry. Sipas Papës, mesazhi i Partisë Demokratike përmes kësaj fushate është i qartë dhe i fuqishëm: 12 vite krim, drogë dhe emigrim masiv. Kjo sipas tij e pozicionon Partinë Demokratike si forcën e ndryshimit përballë Edi Ramës që kërkon të ruajë status quo. Ndër të tjera, Papa thotë se ndryshimi gjithmonë ka fituar në politikën globale, duke përmendur dhe shembuj ndërkombëtar. Ai u shpreh skeptik ndaj sondazheve të kryera nga kompania italiane, por theksoi se Lasivita ka një ekip të dedikuar për matjen e opinionit publik. Sipas tij, pas skenës qëndron dhe Paul Manafort, i strategu i fushatës së Donald Trump, i cili ka punuar gurtësisht me Sali Berishën. Papa tha se Manafort është figura kyçe pas triumfit të Donald Trump dhe se ai po ndihmon Partinë Demokratike me të njëjtën qasje strategjike. E në fund, gazetari theksoi se prezenca e figurave të tilla si Manafort dhe Peter Navarro në një fushat në Shqipëri tregon rëndësinë dhe seriozitetin e përgatitjes së opozitës për rikthimin në pushtet. Ai shtoi se ambasada amerikane nuk ka kundërshtuar planinë e tyre, çka për të është tregues i një tolerimi ndaj kësaj linje politike.